Besimtarët katolik janë në vlugun e përgatitjeve për festën e Pashkëve, të cilët presin ta festojnë nesër. Pashkët janë një nga festat më të rëndësishme për besimtarët katolik, pasi simbolizojnë ringjalljen e Jezu Krishtit. Besimtarja Pashkë Geca i tha për televizionin Syri se kjo festë ka një domethënie të veçantë për të dhe për gjithë familjen e saj. Pashkët ka një kuptim shumë gjatë për ne. Kjo është një festë e ringjalljes Krishtit, është festë shumë e rëndësishme. Premte në vdek Krishti, dilën kur janë shku tretën ditës e kanë gjetë varrezën e qiellit, domethënë se u ngjall Krishti, u ngjit në qiell. Geca i shton se për Pashkë përgatiten gjithmonë ushqime të ndryshme me plot ëmbëlsira, si një simbolik e bukur për të mbajtur familjen afër në të gjitha ditët festive. Vazhdimisht me ngjyrosjen e vezëve, bëjmë gjellna të ndryshme, më interesante diçka. Edhe kemi si tradit me shku të njëri tjetri, shkojmë na, vinë njerëzit, pa ndërprej, shesim ëmbëlsirat ndryshme, zim gjonat, si djashtë sende që për shembull për ditë nuk i përdorim. Janë shumë rëndësi se është gëzim shumë i madh, se kjo festë e ringjalljes ka rëndësi shumë të madhe për ne. Karakteristik në këtë festë janë vezët e ngjyrosura, prandaj kjo zonjë nuk nguroi të na pliste edhe për ritualin dhe simbolikën e vezëve të Pashkëve. E rëndësishme është kjo, sidomos është kënaqësi e madhe kur fëmijët për shembull vinë shtëpi e lypin vezë, ju japim vezë edhe dalin se krojnë në mes vete. Ku i thehet jep edhe një vezë. Edhe kështu që dikush që ka një vezë shumë të fortë, ai merr shumë lidh, shumë vu. Sa më shumë që thën, aq më shumë lidh. E çdo shtëpi shkojnë derë të i bashku vezë se cili fëmijë që vjen grumull, vinë edhe marrin e shkojnë të i cakru. Pashkët për shumë besimtarë janë jo vetëm festë shpirtërore, por edhe një kujtesë e vlerave familjare dhe solidaritetit.